Horoskopi ditor e martë 20 janar 2026. Dashi. Njëritje ekonomike mund të sjellë shumë lumturi dhe ndjesi të mira në shtëpinë tuaj. Të gjitha shenjat tregojnë se suksesi dhe fati juaj i mirë do të jenë pranë jush për një kohë të gjatë. Megjithatë, mund të shqyrtoni idetë e bërjes së disa investimeve të kujdesshme. Në këtë mënyrë do të ndiheni më të sigurt financiarisht sesa në të kaluarën. Demi. Perspektiva dhe mundësi në të ardhmen në biznes mund t'ju bëjnë të kaloni shumë kohë në telefon sot duke diskutuar me miqt ose të njohurit që mund të kenë informacionet që ju nevojiten. Ndoshta dikush që njihni ka qenë shumë i suksesshëm në një aktivitet që ai mendon se mund t'ju interesoj, po bëni gjën e dur duke siguruar faktet përpara se të ecni përpara. Binjakët, sukseset e fundit në karrierë mund t'ju bëjnë të përgëzoni veten për rritjen e llogarisë tuaj bankare. Ky trend mund të vazhdoj për një farë kohe nëse vazhdoni të punoni siç keni bërë dhe mbani një qëndrim pozitiv dhe optimist. Marrëdhëniet tuaja me të tjerët përreth jush, veçanërisht me seksin e kundërt, ka gjasa të jenë veçanërisht të ngrohta. Gaforia, sukseset e fundit në karrierën tuaj mund t'ju frymëzojnë të organizoni një lloj feste me miqtë tuaj të ngushtë. Ndjeni veçanërisht pozitiv ditën e sotme dhe veçanërisht simpatik në këtë kohë dhe vetbesimi juaj ka të ngjarë të kontribuojë në një ndjenjë të reafërsie me ata që janë përreth jush. Dashuria dhe romanca gjithashtu pritet të shkojnë shumë mirë. Luani, marrëdhëniet me ata që janë më afër jush duhet të jenë të ngrohta dhe të dobishme. Çështjet financiare po shkojnë kaq mirë për ju, saqë ka të ngjarë të ndjeni se gjithçka do të jetë perfekte nga tani e tutje. Nuk parashikohen zhvillime të veçanta në lidhjen tuaj në çift. Virgjëresha. Keni punuar fort për një kohë të gjatë dhe tani mund të jesh duke menduar për mënyrat për ta shpërblyer veten. Një udhëtim që mund të kesh ndërruar ta bësh papritmas mund të duket më i arritshëm. Sot mund të vendosësh të bësh rregullimet e nevojshme në shtëpi. Peshorja, ka gjasa të shihoni disa diskutime intensive sot dhe shumë shkëmbime interesante informacionesh. Dashuria dhe romanca gjithashtu pritet të shkojnë mirë, veçanërisht pasi ndiheni shumë entuziast për jetën. Merrni kohë për të ndarë ëndrat tuaja me të afërmit tuaj, mos u bëni xheloz. Akrepi, takimet në lagjen tuaj do të jenë të këndshme. Komunikimet me të tjerët, veçanërisht në lidhje me interesat e mundshme të reja të biznesit, duhet t'ju sjellin shumë informacione pozitive të cilat jeni të prirur t'i vini në punë për veten tuaj. Niveli i respektit që merrni nga ata përreth jush mund të jetë veçanërisht i kënaqshëm. Shigjetari, kjo është një ditë e mirë për meditim. Intuita juaj do të funksionojë në një nivel shumë të lartë dhe kështu do të jetë më e lehtë për ju të sinkronizoheni me mendimet, ndjenjat, nevojat dhe dëshirat e të tjerëve, veçanërisht të seksit të kundërt. Mund të gjeni përgjigjen e disa pyetjeve që keni kohë që ja bëni vetes. Britsjapi, mundësi të reja biznesi mund të lindin përmes kontaktit me njerëz të rinj dhe interesant. Ngjarjet shoqërore dhe aktivitetet në grup duhet të kontribuojnë më shumë në rritjen tuaj personale dhe mirëqenien emocionale se sa zakonisht. Shfrytëzojeni ato sa të mundeni. Ujori, reflektimet mbi suksesin tuaj të fundit dhe fatin e mirë në lidhje me çështjet e karrierës ka të ngjarë t'ju bëjnë të ndiheni të fortë, optimist dhe entuziast për të ardhmen tuaj. Projektet krijuese po shkojnë mirë, ashtu si edhe marrëdhëniet me seksin e kundërt, pritet të jetë një ditë shumë e këndshme për ju. Peshqit, mund të përpiqesh të mbrosh me dhunë qëndrimin tënd sot, por pse të shqetësohesh? Ja vlen ta marrësh në konsiderat argumentin kundërshtar, ke një mundësi të jashtëzakonshme para teje, me të cilën mund të rritesh dhe të mësosh shumë. Sot, xhepi juaj do të jetë shumë i ngrohtë, do t'ju vijë një dhuratë e kënaqshme.